Në kohën kur qeveria po diskuton me grupet e interesit paketën re fiskale 2017, ku parashikohet që të mos ketë asnjë rritje taksash, nga Fondi Monetar Ndërkombëtar tërhiqet vëmendja pikërisht për taksat dhe efikasitetin e grumbullimit të tyre. Madje në një raport të fundit, FMN mëshon sërish kërkesës që të hiqen përjashtimet tatimore ekzistuese, që në këtë rast ka të bëjë me vendimin e qeverisë që hoqi taksat për biznesin e vogël deri në 5 milion lekë xhiro vjetore. Duke bërë një analizë të sistemit të taksave në Shqipëri, FMN thotë se kalimi në tatim progresiv në vitin 2014 dhe heqja e taksave mbi biznesin e vogël në vitin 2016 po ul efikasitetin e taksave dhe kanë krijuar një mjedis të vështirë për biznesin. Sipas FMN-s, kontrast përbën fakti që edhe pse Shqipëria ka normat e taksave në nivele të njëjta ose më të larta se të vendeve fqinje, ajo ka një efikasitet fiskal më të ulët se këto vende. Shqipëria, thuhet në raport, humbet 34 deri në 39% të arkëtimeve të mundshme të TVSH-s, nga 15% që llogaritet ky nivel në vendet të BE-s. Për këtë arsye, FMN i bën thirrje qeverisë të rrisë efikasitetin e të ardhurave në administrimin e TVSH-s.